Nuk kemi kërkuar sot as fajsi as pa fajsi, por kemi kërkuar që zvendësimin e masës. Pavarësisht se prokurori përsëri vazhdonte me justifikimet e tij për akuzat, por ne nuk ishim aty për akuzat. Prokurori ka qenë zoti Klapi dhe nuk ishim për akuzat aty, po ishim për zvendësimin e masës dhe arsyet pse duhet të qëndroj presidenti në bodrumet e 313-ës. Ky është turpi i drejtësisë së re. Ky është turpi për turpin e kësaj drejtësie dhe turpin e kësaj gjykate, e cila po mban në prej 17 muajsh në paraburgim, edhe pse çështja ka kaluar në gjykim presidentin zotin Meta. Unë ja kërkova gjyqtarit, natyrisht edhe me një hilaritet, i thash sot t'ja bëjmë një dhuratë presidentit, meqense afatet procedurale dhe fazat hetimore janë tashmë tezauruara dhe nuk ka as mundësi për prishje provash, intimidim dëshmitarësh apo largim nga vendi kështu me radhë, dhe padyshim i kërkova t'ja bëjmë edhe një dhuratë sot në ditën e tij të lindjes 24 mars. Dhe kështu që ne këto pritshmëri kishim, ne vazhdojmë luftën Anila dhe lufta jon, betejë jon nuk mbaron këtu, ne do vazhdojmë edhe me kërkesa të tjera, padyshim javën tjetër kur çështjat